Ose të namazit të ravis. Sa kena mu shpërbli ne që e falmi namazit të ravis pas vdekjes? Shive, matematika e shpërblim të shumë i madhe. Para, çdo lëvizje brenda namazit ka shpërblim. Çdo lëvizje. Allahu Akbar. Bandja dhe lëvizje e gishtit, për shembull, në tahiyat, që është lëvizje e vogël, që manifeston tauhidin, monoteizmin. E mos flasim çdo shkronjë që te këndon të Kuranit. Ose dëgjon nga imami. Po, edhe që ndëgjon nga imami, njëjtë është domethënë, edhe ndëgjimi, edhe leximi e ka njëjtin shpërblim faktikisht. E dyta do thotë lëvizjet fizike të trupit. E treta koncentrimi jot në te. Lodhja. Çdo pjesë përbërës e namazit ka shpërblime të mëdha që me dalë me matematik, dalin shumë, s'ka matematik që i rrumullakson ato. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bile ka tregu se kush e fal namazin taravis me imam, i llogaritet sikur se krejt natën më pas fal. Krejt natën. Po. Kjo është problem, kjo është dhuratë e Zotit. Deri namaz sabah. Ti 1 orë gjys falësh me imamin, domthonë 10 orë shkohet sevap, 7 orë shkohet sevap. Ditën e gjykimit kur delsh, konsiderohet se ti ke fal gjatë natën. Gjatë natën, po. Plus asaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush e fal namazin e taravis i falen gjunat që ka bërë më herët. Ata fitimi është domethënë shumë anë. Çka ke bëu gjunat fshihen. Çdo lëvizje shpërblim, po ti je fitimtar domethënë shumë fish. Edhe normalisht më u lodh dhe më mërzit. Pse lodhesh edhe mërzitesh? Se ti nuk e mendon këtë shpërblim. Ti nuk e mendon këtë fitim. Nuk e menon një pozicion që është më e madhe se edhe para e dyta, ajo është se ti jetu net para Allahut. Allahu ta ka mundsu, të ka thirr, ti ju e përgjigj, edhe ti ke dalë para tij. Realisht ke dalë para tij në një moment që ai ofron dy gjëra, falje dhe mëshirë. Nuk ke dalë para tij ai me të llogarit. Nuk ke dalë para tij ai me të qortu. Ai të ka thirr me dhon. Edhe ti ke ardhur në taravi, po flas. Edhe ti kështu do të me mendu situatën. Ai të ka thirr me të dhon. Edhe ti ke ardhur, edhe elhamdulillah që ke ardhur. Edhe tash ti prit sa ki me marr për asaj që ka më dhënë Zoti. Për faljes ti dhe për mëshirës ti. Edhe normalisht sa më shumë që rrit, më shumë merr. Tash arrin shkurt, arrin gjatë. Ti e përgjigje. Kemë mundu sa më gjatë me nejt, se çdo sekondë që ti rrit merr. E kurse mendon kështu, ai lbezdiset namaz. Se vjen shejtani, ja humb këtë koncentrim. Plus ka shumë shanse, jeta e shkurtër. Po normal. Ditë e numëruar, përfundoi shpejt na tha më herët. Sot janë nis, nesër bitis përfundon. Edhe andaj kur ti ish namaz, nëse ki këtë perceptim me vete, këtë analizë me vete, ti nuk dalesh derisa të thosh mundësia me rrin kom. Edhe andaj dietarët e mëhershëm, njerëz të devotshëm, ku kanë hyrë namaz natë, kanë hyrë për shembull, supozojmë tash nëse është jacieta në ora 9, nuk e di sa kam qenë saktësisht, po hajde themi pin në orës 10 e ka nisë me fal namaz natë deri në ora 4, 6 orë, hiç s'është nal, edhe s'u ka lodh. Se ka menu lodhjen fizike, e ka menue që këtë pjesën shpirtërore, është para Zotit, ky lip Zoti jep. Ky lip Zoti jep. Nëse në ditën e gjykimit do të jem fitues. Për shkak të këtij namazi. Po se veç ti e ke pistash që je fitu. Ai veç ta ka deponu atje, ta ka regjistru, a kupton? Ti fitimin e ke marr, ai ta ka deponu. Ti kur shkosh ti bile kemi u befasu se ato që po i themi na janë fjalët e shkurtë edhe të pakta që na mundna me të kallëzu ty sa fiton. Edhe ti gëzohesh, edhe ki një lloj matematike të fitimit të madh, kur shkosh atje kemi pa shumë më shumë se ajo që kemi dhënë na. Andaj edhe me vdek, s'ka çka më mërzit. Po, këto është për atë besimtari kur vdes shkon i gëzuar te Zoti. Shkon të qesh. Ani pse na kajm për atë. Ti e din na unë shpesh e përdori atë porosinë e Imam Shafiut rahimahullahu taala, që është pjesë e një poezisë, o njeri lindet duke qa, e njerëzit përreth te qesheshin. Kjo është filozofia e jetës. Çdo fëmijë që vjen që lind tu ka, ama na gëzohemi, si na ashtu. Bëj vepra të mira gjatë jetës tënde. Çto namaz, agjerim me namaz. Pse? Se në ditën kur na do qajm për vdekjen tonë, ti je duke qesh. Se je fitues. Po dhe, sepse kemi jetë pa ti kujt të shku. Jetë pa se domon këtë ajo që ke bëu ti pas ka shku hoç, përkundazi tu pas ka paguajt shumë fish, më shumë se ajo që ti e ke menu. Edhe realisht njeriu fetar për atë është shumë i qetë, shumë stabil. Nuk e destabilizon asnjë krizë. As kriza ekonomike, as kriza politike, as kriza e sigurisë.
do thot, as një krizë nuk e destabilizon. As smundjet nuk e shqetësojnë. Është stabil, i qetë, është ka energji pozitive deri në momentin e fundit, edhe kur është me kancer. Këtu e pa, do më thonë, nga dalë fundin e tij. Na kena shembuj të vdekjeve publike të njerëzve të mëdhej, besimtar, siç është rasti i atij djalit në Australi para disa viteve. Plot kemi. Tabaki. Po. Do njerëzit që e dinë, ama e dinë se kjo është kaderi i Allahut. Edhe normalisht nuk është të hub kur gjë. Sabrin që tregon smundje, e ngrit edhe më shumë te Allahu, ja shton shpërblimin. Edhe ai shkon te Allahu, faktikisht shkon te pagesa që ja bën Allahu atij për adhurimin që ka bërë Zotit. Me dëshirën e vet, me sinqeritetin e vet. Edhe kur ta shef se aty ka shpërblime shumë më shumë se çka ka prit, ai gëzimi shumë fishohet. Namaz të ravijës, ndodhë vogjo, sa do ku me konë musliman, ku me ditë sa i ma, të shkon menja të dërkon. A hupët ai rekat? Nuk hupet recati, as namazin nuk hupet, ama kjo është gjihadi që ti duhesh me bën namaz. Zëra që të ikë mendja nga koncentrimi në namaz, nga çdo muhabete që i flasim, ti duhesh me kthy mendjen në vend. Andaj ulemat e kanë nda namaziun në disa kategori, për më në Imam Ibn Qayyim rahimahullah, e thot ka prej besimtarëve që falen dhe bëjnë gjihad njëkohësisht. Thot janë ata që kur vjen vezveset e ndryshme, ai lufton me shejtanin dhe vezveset me i largu që me rujt koncentrimin, përqendrimin e tij në këto vlera të namazit që i ka. Çka duhet më konë koncentru? Allahu Ekber. Në alet kështu edhe çka duhet më mendu? E para se e para Allahut dhul xhelal. Që e para Allahut. Po. Kjo është shumë madhështore, se fillon ti me ndje ta humb komunikimin me realitetin materialist rreth. S'ka mundësi është një energji shumë e madhe pozitive që se lë shejtani me të afru. Po kjo është shumë rënd me emri. Atëherë shka të meditojmë me thasoj që e lexojmë. Fatihan për shembull. Fatihan ndoshta e kuptojnë, po imami ajete po, që nuk i dim na po. E na pse themi tash, domethënë janë një element dy sene kam thënë. E para, lexo më shumë nga Kurani që të fillosh ta nuhatësh, jo ta kuptosh, ta nuhatësh për çfarë ajete është i lexu. Edhe kjo normalisht ndihmon për koncentrim. E dyta, një këshill praktike, hoxhallar është mirë që xhamatit me i tregue çdo ditë se në cilat faqe të Kuranit ka me lexu. Që ai paraprakisht, domethënë sot për nesër të tregoj. Që ai paraprakisht i lexoje shqip edhe ta dije për çka është të lexojë imami gjatë të radhës. Kjo është këshill praktike. Kjo është pjesa e dytë. Pjesa e tretë është që kur të falesh vetë ti i lexon suret që i din. Edhe kur të falesh vetë ato sure që i din përmendsh, mësoje edhe përkthimin, që ta kuptosh mesazhin. E kur lje pas imamit, i cili lexon faqe ndryshme që nuk i din, ti domethënë e mendon xhenetin. Edhe hyrjen tonë në xhenet, kjo të ndihmon ti shumë për me qenë i koncentruar në atë adhurim. Menoj edhe faktin që ti je i përzgjedhur nga Allahu. Sot kur ti falesh, shumë njerëz për të nuk falen. Allahu. Musliman dhe jo musliman, fatkeqësisht. E ty të ka zgjedhur Allahu, domethënë nuk ke ardhi me forcën tonë këtu. Po Allahu ka pa një mirësinë në zemrën tonë që të ka punë xhami. E thuaj elhamdulillah. Alhamdulillah. Këtë fakt që je i përzgjedhur, edhe xhenetin besoj që ka më të ndihmuar shumë për me qenë koncentuar. Ka po se shpërblimi është shumë i madh në Ramazan veçanërisht është e vërtetë. Mos ti mërzit na për na dëgjojnë në Instagram, në rrjetet sociale. Mos ti mërzitmi. Edhe nëse dekoncentrohesh, nuk e di çka fol, prap namazi pranë. Po, jo, namazi është keq, është në rregull është. Milioni tregova, thash ai që është e ka këtë gjendje, edhe lufton me nefsin e tij me kthi prap namaz plus gjatë i shkuat. Edhe namazi edhe gjatë adhurimit i shtohet vlera dhe shpërblimi i adhurimit ta. Nuk hub kur gjë pjesa. Alhamdulillah.